Si a duk një ditë e jamja, një javë mas operacionit, ne gjithmonë për shërim shkojmë në Velipoj. Të me thanë mund të kena kanë me Covid, me 1 milion smundje tjera, gjithmonë shërimin e gjajmë në Velipoj. Sepse nuk ka gja mas mirë se sa deti, ajri pastër. Këtu ka kanë hala pa fillu sezonin, fakt ka kanë hala fundi prillit, edhe unë kam pas raport, nuk kam shku në shkollë, kështu që vendosa me shfrytzu me shku me marrë pak rrezë dillit. Njëkohësisht edhe kam mësu sepse kena provimet së shpejti. Këtu duket barë ku jem, si me kanë shtatzan, është frys super shumë as operacionit dhe seriozisht nuk e kam prit. Unë jam pak e marrë, fakt bëj më shumë aktivitet se duhet. Doktori më ka thënë me baj cikleta, po në pishë të dillit shkoj vetëm plazh, bëj kështu aktivitete idiote. Edhe për një kohë kanë të u marr pak mend para se më shkon në shtëpi, sot shqyr që nuk më kanë gjetë kështu shtrimen. Kam dalë mandej me mamin edhe nanën me shiu Golden Hour edhe mrapa shku me për kafe te Hotel Lakaj, që është një normat famshmit në Velipoj. Më pëlqen shumë atmosfera e pishinës që kanë dark edhe për një shkaj shumë shpesh me pi kafe aty. Gjithashtu edhe shërbimi, komunikimi më pëlqen shumë, një diçat që kishim pru të re është bufeja. Edhe kishte aq shumë gjona të mira, nuk e di si ja dalin me atë çmim të lirë që kanë. Mos i pata një super quality time edhe tamam një kohë shëruse, shkova në shtëpi edhe bana skincare. Normalisht nuk mund t'i laj masazhet me njan, piva një gotë çajit në balkon edhe naten.